Përshëndetje, java kaloi dhe duket se Shqipëria e kësa jave nuk i ngjan asnjë Shqipëri e asnjë jave tjetër. Jo vetëm Tirana, por e gjithë Shqipëria është hyrë në një shesh të madh proteste ku të rinjt kanë zaptuar sheshin dhe tashmë mund të themi me plot gojën që i madh e i vogël është zgjuar nga gjumi politik. Dhe duket se kanë kuptuar që nëse do një gjë, duhet ta kërkosh vetë, ta bësh vetë sepse askush nuk do ta bëj për ty. Protesta që sot vazhdon dhe quhet protesta e Zvërnecit, në fakt duket se ka tejkaluar me kohë çështjen e Zvërnecit. Madje çështja e projektit të Zvërnecit më tepër trajtohet si produkt i ndryshimeve abuzive që prodhuan ndryshime në ligjin për zonat e mbrojtura dhe për këtë arsye në 5 pikat e paraqitura nga protestuesit në Tiranë, Zvërneci nuk ishte një prej tyre. Ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, po. Megjithatë, duket se kryeministri ka një taktik të vetën se si kërkon ta manipulojë dhe në fund ta neutralizojë gjithë këtë frymë qytetare që është krijuar dhe që po e vë para si lop të qerosit. Ai përpiqet që ta kufizojë atë si një protestë specifike për Zvërnecin. Sepse duke e kufizuar te Zvërneci, ai ka mundësitë më të mira që ta administrojë narrativën duke sjellë në fund fare të shpreha, që ju jeni kundër investimeve, ju jeni kundër zhvillimit, unë jam pro zhvillimit. Dhe duke u nisur nga kjo premisë, ai ka përgatitur gjithë ushtrinë e vet të propagandës dhe të gaslighting për një luftë asimetrike. Del dhe flet çdo ditë për Zvërnecin, vetëm për Zvërnecin, duke injoruar çdo gjë tjetër. Dhe kjo bëhet që për të gjithë ata shqiptarë që jetojnë në Shqipëri, apo jashtë saj, që nuk janë pjesë e protestave dhe ndjekin zhvillimet nëpër kanalet e mediave, apo rrjeteve sociale, që krijohet një përshtypje sikur gjithë kjo që po ndodh është thjesht për ca flamingo që po pengojnë një investim, kujtun, $4 miliardë, si thot Rama. Tani, përpara se të vazhdojmë më tej me çështjet që do të trajtojnë në këtë emision, dua të merrem pak me një dy detaje që i referojnë asaj çka Rama ka thënë gjatë këtyre ditëve në lidhje me këtë çështje. Dhe një ndër elementet që ka tërhequr shumë vëmendje, ka qenë një video e postuar nga kryeministri që tregonte situatën mjedisore në Zvërnec. Diqeni. Tani, nuk e kuptoj çfarë ka dashur të thotë kryeministri me këtë video. Po për mua si qytetar, ato pamje të shëmtuara plerash në një zonë turistike të vendit, janë tregues që dikush nuk ka bërë punën dhe duhet të marrë masë administrative, duhet shkarkuar gjithë nga puna. Sepse ne paguajmë qeverinë dhe pushtetin lokal, edhe për të pastruar teritorin, dhe sidomos në zonat të tilla që janë sensitive, siç është zona e Parkut Natyror të Nartës apo zona turistike e Zvërnecit. Pra, kryeministri një vendi normal, kur i shkojnë në inboxin e tij pamje të tilla, në moment përgatit listën e personave në qeverinë e tij që janë përgjegjës për atë situatë, dhe që do të shkarkohen për mos realizimin e detyrës së tyre. Nuk del në publik dhe thot, shikoni si është Zvërneci, është mbushur me plera, se ky është mesazhi i videos që ai ka nxjerr. Jo, e kundërta madje. Do të bënte shumë sens që kryeministri këtë video ta fshihte nga sytë e publikut. Sepse ai është tregues i qartë i paaftësisë së tij. Të vetë kryeministrit,
Aftësisë për të ndjenjur në kokë detyrimeve që ka si kryeministër. Për të ndjekur institucionet. Nëse ajo zona aty është e ndotur, nuk është faji zonës. Që u ndot është faji atyre që kanë hetur mbetit aty. Që nuk u pastrua, është faji qeverisë. Lokale apo qendrore, kjo mbetet për të ndarë ata vetë me njëri tjetrin. Kryetari i bashkisë Vlorë ta ndajë me kryeministrin. Le të ulen, ta ndajnë se kush e ka fajin, se e ke parasysh nga e njëjta parti janë. Kështu që do merren vesh. Ku do ta lëm fajin. Kështu që kam përshtypjen se publikimi i kësaj videoje, që duhet thënë që pati shumë shikueshmëri në rrjetet sociale, zgjoi goxha interese për plasje. Nuk e di nëse i ka bërë mirë apo keq kryeministit dhe tezës që ai mbron. Personalisht, tek unë thelloj bindjen që ai është kryeministër i paaftë. Edhe për shkak të asaj situate aty. Dhe në drejtimin e tij, Shqipëria është kthyer në një kosht të madh plehrash. Sepse ai nuk kujdeset që varësit e tij ta bëjnë punën mirë, dhe kjo është përgjegjësia që ka ai aty. Dhe kjo është përshtypja që besoj se ka krijuar tek një masë e mirë njerëzish, gjykuar edhe nga komentet që i vëshuan drejtorit të tij social. Në lidhje me këtë video. Gjithsesi, ajo që mua më iritoi më tepër me këtë element të propagandës, sepse ky është një element propagande, pra çdo gjë që ta kuptoni, çdo gjë që ndodh tani është thjesht lufta, përballja, konfrontimi mes dy palëve, të cilat janë në përballje, në përplasje. Nga një krah janë populli, i cili lufton me protestën, me zërin e tij, që ushton në gjithë Shqipërinë e diasporë, nga krahu tjetër është qeveria, e cila ka në dorë presionin, ka në dorë propagandën, dhe propaganda është një nga ato armë që ka qeveria, dhe kjo e gjitha që ndodhë në rrjetet sociale, Rama që fletë, tjerë të gjitha propagandë. Tani, mua më iritoi shumë ky element i propagandës që përdori kryeministri, sepse ishte një strategji tashmë 35 vjeçare, që është ndjekur me pronën publike për të bërë të pranueshme për publikun, ndryshimin e statusit nga pronë publike në pronë private. Për gjatë gjithë këtyre viteve, çfarë është bërë? Me qëllim që publiku ta pranonte idenë e kalimit të shumë pronave publike në duart e klientëve të qeverive respektive, ato procese që u quajtën privatizim, lejoj me dashje degradimi, amortizimi, dekadimi i pronës publike, me qëllim që publiku ta pranonte idenë e kalimit të shumë pronave publike në duart e klientëve të qeverive respektive, lejoj me dashje degradimi, amortizimi, dekadimi i pronës publike, me qëllim që në fund të thuaj qytetarëve, ja, po japim këtë rangallëm, ja, po japim këtë godinën e rënuar, ja, po japim këtë tokën që është kthyer kështu në kosh plerash. Dhe ideja është që kur qytetari të shikonte që gjendja e atij aseti publik, qoftë ku diun ndërtesë, pronë, tokë, etj, ishte në gjendje të degraduar, të rënuar, të shkatruar, të mbushur me plera, ta pranonte logjikën e kalimit tek privati me një vlerë sa më të ulët. Pra, jo thjesht privatizim. Palje. Në këtë formë u grabitën për gjatë gjithë viteve asete shumë të rëndësishme publike. Kështu, në këtë formë u dha armë. Kështu u dha qindra fabrika e uzina në mbar vendin. Kështu u dha qindra reparte e pronat të ushtrisë. Prona ndërmarrësh bujësore, magazina ndërmarrësh bujësore, etj. Liheshin enkas që të degradoheshin dhe në fund faleshin. Gjoja privatizoheshin, por në fakt faleshin. Sepse vlerat e shitjes, për shkak të degradimit, ishin qesharake. Natyrisht, privatizimi i aseteve nuk është një gjë e keqe. Duhet mbështetur, sepse iniciativa private është motori i progresit. Por kur shteti, do me thënë qytetarët, kompensohen dëshmërisht për asetin që poshesin. Jo kur viten. Natyrisht, privatizoje, por ai që do ta marri të paguaj çmimin e ndershëm. Jo të paguaj 5% të çmimit. Një aset që vlerën e kishte 100 milion lekë, për shembull, privatizoi për 5 milion lekë. Po kjo nuk është privatizim. Kjo është vjedhje. Paguaj e vlerën sa që ka aseti. Sa që është.
Natyrisht ta marrësh, ta shfrytëzosh, ta përdorësh. Të rrisësh eficiencën e përdorimit, sepse për këtë kërkohet tregu privat, sepse presupozohet që është më eficient. Po jo ta grabisësh, jo ta vjedhësh, pa lek. E kjo është metodë që u ndoq për 35 vjet. Dhe kjo është ajo që paraprin këtë që po bën kryeministri sot. E nuancat të kësaj logjike janë duke u përdorur edhe në këtë rast. Kur kryeministri me këto pamjet e mbetjeve të hedhura aty në zonën e Zvërnecit, tenton të ul vlerën e saj në sytë e publikut, duke pranuar më lehtë faktin që, i duhet të në privatit. Dhe ky është manipulim. Sepse nëse një qeveri e caktuar lejon degradimin e pronave tona të përbashkëta, atëherë ne nuk falim pronat. Ne ndryshojmë qeverinë. Kështu funksionon në një shtet të së drejtës. Dhe kështu duhet të funksionojë edhe në Shqipërinë që kërkon të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Gjithsesi, eci më tej. Një element i dytë që doja të trajtoja në lidhje me ato që kryeministri ka shprehur referuar protestave të fundit, ka qenë dhe një farë shqetësimi i cili më pas u artikulua edhe nga ministrat e tjerë. Ndiqeni. Kjo që turma normale krehet në qindra mijëra njerëz që po vlojnë në Shqipëri, do të dëmtoj turizmin çuna goca. Kanë filluar disa shenja shqetësuese të regjistrimeve në Sarandë, disa shenja shqetësuese, pak. Por para se të bëhet trend që të fillojnë ata që kanë prenotuar për të ardhur, pra për të si ato para që do të shkojnë tek bizneset e vogla, që do të shkojnë tek familjet që mezi e presin këtë sezon, atëherë do të humbasim shumë turistë këtë vit. Po kjo që ka çështje serioze, është duke u rrezikuar turizmi, po është vërtet lajm i keq. Po mirë, po jep dorëheqjen atëherë, çfarë pret? Jep dorëheqje dhe në momentin që ti jep dorëheqjen, të gjitha këto turmat prej qindra mijëra vetash nuk dalin më në rrugë. Edhe rrjetet sociale nuk do të mbushen më me video, foto të tubimeve, marshimeve të protestave, qytetarëve që protestojnë. Por do të mbushen natyrisht me foto njerëzish të kënaqur që shijojnë brigjet e detit dhe freskinë e maleve që ne kemi me shumicë. Dhe aty turistët nuk do të kancelojnë më. Por madje do shtojnë rezervimet. Kështu që jepet dorëheqjen, çfarë pret akoma? Se ti hiqesh sikur çdo gjë që e bën për vendin, çdo gjë që bën e bën për vendin, sigur të digjet barku dhe kurrizi për vendin. Jepet dorëheqjen. Pse po rrezikohet sezoni turistik, po rrezikohet puna e atyre bizneseve të vogla, apo të ardhurat e familjeve që mezi presin sezonin. Nuk besoj se ke vendosur të sakrifikosh sezonin turistik dhe jetesën e mira familjeve të thjeshta, thjesht për hir të karrikës tënde, apo jo? Se ti ke thënë që do ta bësh të punë për sa kohë do të jetë në shërbim të Shqipërisë. Kur ta shohësh që ti kthehesh në dëm për Shqipërinë, ti do të japësh dorëheqjen. Kështu ke thënë tekstualisht. Atëherë, zotri, jepet dorëheqjen. Ik nga posti kryeministrit, se të qenurit tënd ende në post, rrezikon që mira familje shqiptare të pësojnë një dëm të jashtëzakonshëm nga dëmtimi i turizmit. Jepet dorëheqjen ose prano që ti për karrigen e kryeministrit je i gatshëm të djegësh të ardhurat e bukës së mira familjeve shqiptare. Një nga të dyja. Si do t'ja bësh? Na e thuaj, jep dorëheqjen ose dil dhe pranoj që unë nuk e lëshoj postin e kryeministrit, sigur të bëhet nami, jo sezoni turistik, po të digjet gjithë turizmi. Se para kësaj jemi, vete pranoj me gojën tënde. Dhe sa të mendohesh ti, më letë të iluminoj pak mbi arsyet që po nxjerrin këto ditë këta qindra mijëra njerëz në rrugë. Si shtua ti? I jeni pak. Turm bulevard, një turm shumë biodiverse, që nga të marrët që fusin
rrethin 4 orë dhe pastaj i quajnë rrethin 4 orë, tek lloj-lloj personazhesh që kërkojnë like dhe që jetojnë me like, influencera që fitojnë paratë e dynjas përmes rrjeteve sociale dhe spaguajnë një kokërleku taks. Të tjerë që janë delirant me flamurin të lidhur këtu në fyt, edhe që e vënë qeleshen si një certifikat pasërtie patriotike. Të tjerë që janë realisht shqetësuar, vajzat e djem që duan të shfrynë pakënaqësitë e tyre, e të tjerë, është një turm normale. Okej. Është një turm normale. Okej. Tani, ju besoj se e dini, misioni im kryesor me këtë mision është zbërthimi i situatave dhe sjellja e tyre në një format sa më të thjeshtë. Zakonisht ndodh që gjërat që zbërthej, demontoj, apo dhe thjeshtoj, ja drejtoj qytetarëve në masë, me qëllim që ata, në pak minuta, të kenë një ide rreth ngjarjeve, kryesisht ato me sfond ekonomik e financiar, të caktuara dhe shkaqeve dhe pasojave të tyre. Pa u dashur me qenë specialist ekonomie apo ekspert finance. Mundohem t'i sjell sa më thjesht. Por sot, kam vendosur gjithë zbërthimi dhe thjeshtimi optikës që do të bëj në këtë emision ndaj realitetit dhe ngjarjeve të fundit në sheshet e Shqipërisë dhe jo vetëm, ja dedikoj vetëm një qytetari. Qytetarit Edi Rama. Me qëllim që ai të ketë të qartë atë çka po ndodh dhe pse po ndodh. Dhe për këtë arsye, këtë puntat e kam quajtur radiografie e një Shqipërie që proteston. Por para se të filloj, kam një pyetje për kryeministrin. Kur thua për ata influencerët që spaguajnë taksa, kujt je duke i ankuar shumë? Se e thua si kur je duke u ankuar. Kujt je duke ju ankuar? Kujt je duke ja thënë? Se ti je i lezetshëm. Nëse spaguajnë taksa, se ligji nuk ua kërkon të paguajnë, atëherë mos përgojo qytetarët. Që fitojnë para me rrugë të ndeshme, se nuk është pa ndeshme, fitosh lek me influencer. Nëse ligji kërkon që ata të paguajnë dhe ata nuk paguajnë, a nuk duhet të ullësh kokën ti dhe të thuash më falë që qeveria jote, institucionet që ti drejton, nuk po bëjnë punën? Se vetëm me atë fjali, në një vend normal, parlamenti duhet të kishte nisur procedurat e shkarkimit, zotri, për mos përmbushje me djenitët e tyre tënde si kryeministër. Si që ka kjo? Na dil këti dhe na thua që spaguajnë taksa. Çu, si patka qiç. Zotri, se pranon vetë që jetë duke mos e kryer punën. Pra duhet ikësh. Nëse ti në vetë parë pranon që nuk je duke kryer punën tënde si kryeministër për të kontrolluar institucionet, se për atë jetë. Ke një shtet të tërë që duhet ta kontrollosh. Një administratë të tërë që duhet ta kontrollosh dhe institucionet e taksave janë në varësinë tënde. Në hyjmin tënd administrativ. Po nëse ti del dhe pranon që ato nuk kanë kryer punën, atëherë përgjegjësia e ti. Sepse ti ke pas detyrimin për të kontrolluar institucionet nëse bëjnë punën apo jo. Përderisa ti s'ke hequr varësit e tu, atëherë ka ardhur koha që të ikësh ti. Se duket se që ke okay me këtë gjë. Prandaj ato fjalë që thua që spaguajnë as kokër leku, i ke matur mirë besoj. Se është një arsye më tepër për të bindur që ti je dhe i paaft. Përveç se i korruptuar, përveç se që mbështet oligarkët dhe mbështet krimin, je dhe i paaft. Në rregull? Gjithsesi, që të vazhdoj aty ku e nisa që në fillim. Të gjithë këta që përmende ti kryeministër, jo rrethi 4 orë, jo influencera, jo personazhe që veshin qeleshet si certifikat. Këta nuk janë as 30, as 40 vetë gjithsej.
Pra nuk janë asë 0,1% e atyre që marrin pjesë në një ditë normale proteste. 99,9% që tjetër janë njerëz që kanë dalë aty kundër teje, kundër shtetit që ti ke ndërtuar, dhe që është i gjithi në funksion dhe në dispozicion të një grupi njerëzish që rinë aty rreth teje, duke injoruar, duke shtypur, duke vjedhur dhe në fund duke dëbuar gjithë në të tjerët. Unë e kuptoj pse ti dëshiron ta mbash me thonjë këtë narrativën e Zvërnecit. Se duke qëndruar vetëm tek ajo, protesta zvoglohet në ca inatçinj ekologjik antikapitalist që vënë flamingot përpara progresit. Që halli i vetëm që kanë me ty është a duhet apo nuk duhet ndërtuar resortin në Zvërnec. Dhe që kërkojnë dorëheqjen tënde vetëm për këtë shkak. Por më lërë të iluminoj. Në listën e arsyeve që detyrojnë ata njerëz të dalin në shesh, Zvërneci nuk është i pari. As i dyti. Është diku aty, po jo në krye. Dhe po flas për shumicën dërmuese. Dhe nuk është se kanë diçka me investimin në vetvete. Të gjithë ata që e kundërshtojnë frikën që Zvërneci do të jetë një projekt grabitqar, i cili koperturën e ka si investitor të huaj, por në fund fare përfundon duke grabitur prona nga ca grabitqar vendas, që i kemi këtu gjithkohën. Kjo është frika e madhe që kanë nga Zvërneci. E natyrisht edhe ata që janë ekologjist e që ja kanë dedikuar natyrës, jetën e tyre dhe angazhimin e tyre qytetar. Që është okej. Por vetëm kaq. Rregull. Një ndër hallet e mëdha që detyrojnë ata njerëz që të dalin në shesh, që të bëjnë një radiografi të asaj proteste. Janë ata që nuk blejnë dot një shtëpi. Aty ke çifte të reja që punojnë, që kanë të ardhura relativisht të pranueshme për vendin tonë, që janë bërë me fëmijë dhe që nuk marrin dot shtëpi. Sepse në Tiranë shtëpia është bërë molla e ndalueme për çiftet e reja. Një çift me të ardhurat të përbashkëta po themi 2.000 euro. As nuk afrohet dot te dera e bankës për të blerë një shtëpi brenda Bashkisë së Tiranës. Brenda, se Bashkisë së Madhe të Tiranës.